Likuidimi më i madh i historisë së kriptove. Kjo ishte e paprecedent. Në vetëm 24 orë, tregu i kriptove pa ngjarjen më të madhe të likuidimeve në histori. 1.6 milion tregtar u likuiduan me mbi 19 miliard dollar pozicione që u shua, 9 herë më shumë se rekordi më parë. Vetëm Bitcoin humbi 380 miliard dollar kapital tregu në një ditë, më shumë se vlera pothuajse çdo kompanie në botë përveç 25 më të mëdha. Po pse ndodhi kjo? Në orën 9:50 të mëngjesit, tregu filloi të shëmbet. Në 10:57 Trump publikoi një tweet që do vendose tarifa mbi Kinën. Në 4:30 një balen mori pozicione short. Pas 20 minutash u bë njoftimi publik që Trump do i vendos 100% tarifa Kinës. Në 30 minuta më vonë, 19.5 miliard dollar u fshin nga tregu i kriptomonedhave. Balena doli me 192 milion dollar fitim. Shkaku kryesor, leverage i tepruar dhe lakmia. 16.7 miliard ishin pozicione long kundrejt vetëm 2.5 miliard short. Një raport 6.7 me 1. Në disa bursa si hyperliquid, 90% e likuidime ishin nga pozicione të gjata e njëjta platformë ku veproi dhe balen. Në fund kjo ishte një korrigjim teknik, jo kolaps fondamental. Tregu mbetet i fortë dhe sipas ekspertëve, kriptot mbeten bullish.